Larmi ngjyrash të ndezura, praktike dhe të thjeshta. Janë këto modelet që ofron moda e sivjetshme e rrobave të banjës. Praktike të thjeshta me trup dhe veç. Shumë llojshmëri modelesh që nxjerrin në pa trupat e bukur, por edhe që fshehin defektet e atyre që kanë ndonjë kile më tepër. Përpos tendencës së përgjithshme për ngjyrat këtë verë, ngjyrat e ndezura janë shumë në modë, sigurisht edhe në rrobat e banjës ngjyrat e ndezura janë tendencë. Kombinimi i dy ngjyrave të ndezura apo i dizajneve shumë ngjyrshe gjithashtu, por haruar edhe dizenjot apo modelet bazike të Emporio Armanit apo të Calvin Klein që gjithashtu nuk e humbasin shkëlqimin e vet asnjëherë. Përveç kësaj vjetër edhe tendenca e busteve, për të eliminuar edhe vijat që mund të shkaktohen nga rripat, duke qenë që në verë vajzat veshin edhe fustane dekolte dhe në këtë mënyrë domethënë duken më mirë nga aparenca. Tashmë deti dhe pishinat kanë nisur të frekuentohen jo vetëm në fundjavë, por çdo ditë. Ndaj dhe dyqanet kanë nxjerrë koleksionet e reja të verës 2012. Krahas rrobave të banjove janë edhe aksesorët e nevojshëm, si çanta, kapele e të tjerë. Gjithashtu vjetër edhe tendenca e kompletimit me gjithë aksesorët e mundshëm, me të njëjtën dizenjë apo me dizenjë të ngjashme me to. Kështu, përveç rrobave të banjës, për shembull, preferohet të jenë të kombinueshme edhe peshqiri, çantat, sandalet apo shapkat e plazhit. Modelet e sivjetshme ofrojnë mundësi të lëvizni lirshëm, pasi mund të zgjidhni modele të rehatshme. Specialistët e modës më herët kanë këshilluar që në fund zgjidhni prerit e duhura për trupin tuaj, por me shumë ngjyra plot jetë, duke ju falur kënaqësinë një veshje bregdetare.